Një krijesë që nuk ndalet kur, që se njeh frikën, dhe hapo thuajse gjithçka. Ky është peshkaqeni tigër, i paparashikueshëm dhe plot mister. Në stomakun e tij janë gjetur gjëra të pabesueshme, targa makinash, goma, madje edhe mbetje metalike. Por trupi i tij nuk dëmtohet. Stomaku i peshkaqenit tigër prodhon acide aq të forta sa shkrin metalin. Ky grabiçar nuk ka nevojë të gjuajë gjithmonë. Ai mund të ndjejë rrahjet e zemrës së pren përmes fushave elektrike që e rrethojnë, sikur të kishte radar në lëkurë. Edhe në errësirë totale, ai di saktësisht ku ndodhet çdo gjallëse. Kur lindin të vegjëlit, ato lindin plotësisht të formuar, gati për të gjuajtur që në ditën e parë. Në barkun e nënës, embrionet luftojnë mes tyre, vetëm më të fortët mbijetojnë. Ata udhëtojnë mijëra kilometra, duke ndjekur rrymat e ngrohta të oqeanit. Kujtesa e tyre është aq e saktë, sa mund të kthehen sërish në të njëjtin vend pas viteve, për të gjuajtur ose lindur. Një gjigant i heshtur me dhëmbë që duken si thika prej qeliku, por me një tru mjaftueshëm të zhvilluar për të mësuar dhe përshtatur. Në oqeanin e tij, ai nuk ka armik, vetëm pre.